Tensionet në lindjen e mesme Savine përshkallëzohen. Një zyrtar i lartë iranian paralajmëron për pasojat të menjëhershme në rast të një sulmi ndaj infrastrukturës energjetike të vendit. Ali Lariani, kreu i Këshillit të Sigurisë së Iranit, deklaron se i gjithë rajoni mund të përballet me ndërprerje të energjisë elektrike brenda 30 minutash nëse shkatrohet rrjeti elektrik i Iranit. Në një postim në platformën X, Lariani ju referua një deklarate që ja atriboi presidentit amerikan Donald Trump. Trump tha se mund ta eliminojmë rrjetin elektrik të Iranit brenda një ore, por nuk e kemi bërë, shkroi ai. Sipas Larianit, një veprim i tillë do të kishte pasoja të menjëhershme në rajon. Nëse e bëjnë këtë, i gjithë rajoni do të zhytet në errësirë për më pak se gjysmëore, shtoi ai, duke pretenduar se një situatë e tillë do të krijonte kushte për sulme ndaj forcave amerikane në rajon. Deklarata vjen në një periudhë tensioni të shtuar në lindjen e mesme dhe pas shkëmbimeve të ashpra retorike me zyrtarëve iranian dhe amerikan. Ndërkohë, në deklaratën e parë publike që pas marrjes së detyrës, Ayatollah Mojtaba Khamenei, si udhëheqës i ri suprem i Iranit, bën thirrje për unitet kombëtar në një moment të tensionuar, ndërsa paralajmëron se ngushtica e Hormuzit do të vazhdojë të mbetet e mbyllur dhe do të përdoret si mjet presioni ndaj kundërshtarëve. Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur si një mjet presioni dhe bazat amerikane në rajon duhet të mbyllen, përndryshe do të sulmohen, deklaron Ayatollah Mojtaba Khamenei. Deklarata përmban gjithashtu një paralajmërim të drejtë për drejtë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lideri i ri iranian thotë se bazat amerikane në rajon duhet të mbyllen, duke shtuar se në të kundërt ato mund të bëhen objekt sulmesh. Mesazhi u lexua nga një prezantues në televizionin shtetëror, ndërsa Khamenei nuk u shfaq personalisht.